E miqtë mi të dashur, vazhdojmë tutje me një tjetër material i cili ka të bëjë me Gjikon. Ai vjen sonte në prive për të na shpalosur më shumë detaje sa i përket projektit Energjiko. Çfarë mendon ai? A është ky projekt më i suksesshëm dhe më i dashur për të? E ndjekim bashkë në vazhdim reperin. Nuk ka shumë vite në diskografinë muzikore shqiptare, për këtë periudhë është ndër më të përmendurit. Javën që shkoi, Gjiko publikoi mixtape-in e tij të ri që mori vëmendje të jetë e madhe. Ju deshën 8 muaj punë deri në momentin e publikimit. Se kam shep, se kur jam hin loj me mixtape-a. Do më thonë nuk konë mixtape-i pare ka pas emnin Deka Unit, e dyta e ka pas emnin Azdran, e treta u konë Kampioni Popullit, edhe që ka emnin Energjiko. Energjiko është një mixtape që përfaqëson shumë nga karakteri i reperit, e madje përmes saj ka menduar të motivojë dhe të tjerë. Tonëve na vynë motivësën, ka ki po ka njerë një fjallë e një që ta mrejsh ditën, nëse që me bu diçka që të pritan shumë. Ta shpa mëndu mi po 17 kongë që ta bujnë qatë kore. Që atë që ajo është Energjiko, është motivë. Mirë, po jo të gjitha këngët e këtij projekti do të publikohen me videoklipe, teksa për disa nga to ka nisur puna. Me klipe, po e kom një surprizë që t'jarë që po vjen. Kështu që s'po kom qef një aprish surprizës, por s'po t'i realizu në Kosovë, or s'po me budget t'lartë, edhe po mundohem me qitë standardet preja. Top 10 këngë, mes tyre solo e bashkëpunime me reper, e asnjë me ndonjë artiste femër. Pse Energjiko nuk pati një kombinim të tillë? Pa i po, pas një hajrit së konë, a që të pjesë Ramazan, a që të që... E kur ki menu femra një film? Femna të verës, kur buhet në zetë, ka lënë Ramazanin, mandena. Mande e bujë, ma që ashtu kur bujë. Keq ashtu që është. Java e parë i lancimit bëri shumë zhurmë në median e shkruar, e teksa edhe statistikat janë në favor të Gjikos. Po statistikat e kom lënë me marrë bërna një mujtë sa e në konë, po kështu t'ka ecë mirë, a që ashtu bërë? Topit se lumë, po e mirë ka ecë. Elhamdulillah. E padyshim që në këtë aspekt rol luajnë edhe këngët me dedikim, që të tilla janë disa në mixtape. Po ka dedikim, dedikona dashurisë, dedikona rrugës, jetës, kohës, këtë sendeve që janë me vlerë për mu. Konga Varfnia shumë personale, lutem, oj! Në jashtë gjithë. Po, në jashtë. Po, Varfnia kongë personale, lutem, kongë personale, vajnë kongë personale, Kaninatë kongë personale. Kaninat është vetëm një nga këngët, por kush po e ka inat? Gjikon. Jo në dy llojet inatit, është inati i keq edhe inati i mirë. Ti inatin e mirë mundesh me pas edhe me vllona i loj stani kur e lum, po ka edhe inat keq që mundohen ty me të bëu dop që ata mundi më të fort. Vend që ata me këshyr më bë më të fort që mundi unë më i dop. Dashuria është një tjetër temë që është përmendur në këtë projekt, më i madhe deri më tani i karrierës, e në rrafshin personal po ecën puna vaj. Mirë po, a ka ndonjë propozim martese afër? Po surpriza o surprizë, tash si dihet. E këshyrim, ka dalë një. Mirë o të shku, filmash. E deri sa të ndodhë surpriza, Gjiko është mbushur me energji për shpërthim akoma të madh gjatë sezonit të nxehtë.